Maqedonia e Veriut nuk është vendi me pagë minimale më të ulët në rajon, kështu ka deklaruar Ministri i Ekonomisë dhe Punës Besar Durmishi, i cili për më tepër deklaroi se është i pashmangshëm fakti se e njëjta duhet të rritet. Shtoi se si ministri janë kundër rritjes ad hoc të rrogës minimale, sepse sipas Durmishit një rritje e tillë do të rriste inflacionin dhe do të krijonte vështirësi ekzistenciale për kompanitë e vogla dhe të mesme. E kam potencuar disa herë që nuk jemi me pagë minimale më të ulët në rajon. Ka vende tjera siç është Bullgaria, është Turqia, është Shqipëria, është Kosova që kanë të ri, Shqipëria me të ri. Do e shohim se çka do të ndodhë pas vitit të ri, por tani nuk jemi më të ultit në rajon. Po, është fakt që duhet të punojmë që paga minimale të rritet, por të jetë e qëndrueshme duke u bazuar në rritje ekonomike dhe jo të ketë rritje ad hoc siç ka ndodhur në të kaluarën. Foli edhe për shportun konsumatore që do të përllogaritet nga janari i vitit 2026. Durmishi njoftoi se strategjia e përllogaritjes së shportës mesatare është përgatitur dhe tani presim propozime dhe vërejtje nga anëtarët e Këshillit Social Ekonomik, konkretisht nga sindikatat dhe punëdhënësit. Nëse do të kemi ndonjë vërejtje, do të ulemi dhe do të diskutojmë, duhet të përmirësohet apo jo, nëse do të kemi ndonjë propozim, do ulemi dhe do e shqyrtojmë, nëse nuk do të ketë diçka të tillë, do e finalizojmë edhe do nisim nga viti që vjen, domethënë që të bëjmë përllogaritje të shportës mesatare konsumatore që do të jetë reale e bazuar në institucione relevante ku të dhënat merren nga janë. Siç njoftoi Durmishi, nga janari i vitit 2026, plani operativ për masat aktive të punësimit do të ketë buxhet prej 2.39 miliard denar dhe do të bazohet në analizën e detajuar të rezultateve të vitit 2025. Sipas Durmishit, plani operativ do të ketë qëllim luftën e ekonomisë së zezë, por edhe punësimin më të madh të rinjeve në sektoret e prodhimtarisë, teknologjisë dhe sferave të tjera.